Kryeministri Edi Rama ftoi shqiptarët votojnë Partinë Socialiste në 11 maj si e vetmja forcë politike që mund të bëjë Shqipërinë anëtare të BE-s në vitin 2030. Gjatë një takimi në Maliq, kryesocialisti theksoi se 11 maj është dita kur vendoset e ardhmja e vendit përtej bindjeve politike të secilit. Të tërë së bashku, përtej dallimeve partijake, përtej të majtës e djathtë, nuk ka të majtë e djathtë ka vetëm këtu, trotuari majt, trotuari djathtë. Rruga jonë është vetëm e drejtë, vetëm përpara në Bashkimin Evropian. Lideri i majorancës vuri ndukje se janë 1000 punonjës të administratës që sot përpiqen për mbylljen e negociatave e asnjë vonesë nuk duhet të ndikojë në rrugën e antarësimit në BE. Zgjedhja është midis së mirës madhe të përbashkët të gjithë këtij vendi, gjithë këtij kombi dhe interesit të një familje të vetme. Zgjedhja është midis Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian, zonjë në Europë dhe Kanadës dhe bufit saj për ta kthyer Shqipërinë prapë atje ku ajo gjithmonë përfundon kur është ngatoduar drejt e ngrohtë. Rama përsëriti rëndësinë që ka vota e grave e vajzave në 11 maj, duke replikuar me kundërshtarët politik për fjalët që ai ka zgjedhur të përdorë ndaj burrave. Dhe më pëlqen shumë sepse ngrihen tani ata deputetët edhe bëjnë statuse, ne nuk jemi çyryk. Si mund të thotë njeriu unë jam çyryk? Ai thotë unë jam çyryk, ai vetëm çyryk është. Kështu që burrat gjysma janë, gjysmën e trurit e kanë me ujë, e ujë kënete. Por ama ne e kemi shumë të thjeshtë llogarinë. Shumicën e grave, shumicën e të rinjve, gjysmën e burrave na mjafton ajo dhe ne jemi ku e ku. Sipas kryesocialistit Edi Rama, vota e vajzave e grave duhet bëjë diferencën në zgjedhjen e 11 majit. Shumë fort për të çuar deri në fund çdo